Selamu alaikum të nderuar dëgjues, miq të dashur të Radios Dituria Islame. Ju përshëndesim të gjithë juve që po na ndiqni në valët e Radios Dituria Islame, njëkohësisht edhe juve që jeni pjesëmarrës në Facebook e YouTube duke na shikuar drejt për së drejti. Jam Avni Lugeshi dhe me ju do të jem sonte si çdo të martë në emisionin Jeta me Kur'an së bashku me profesor doktor Hafëzin e nderuar Hajredin Hoxha, të cilin e përshëndesim me selamu alejkum dhe i dëshirojmë mirëseardhje në program. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabni, Allah ju rujt mirë se ju gjejmë dhe mirë se i gjejmë teleshikuesit tanë kudo që të jenë. Allah ju rujt, Allah qoftë razi me ju dhe mirë se vini sofrën tonë, emisionin tonë Jeta me Kur'an. Amin. Të dashur dëgjues, edhe ky emision si çdo javë është i drejtë për drejtë dhe ne jemi në edicionin e 20 të emisionit Jeta me Kur'an dhe jemi në pjesën e emisionit duke trajtuar pra sistemin e besimit, jemi tek 5 kushtet e Islamit. Do thotë është kjo pjesa e tretë dhe e fundit e këtij trajtimi dhe do të jemi drejt për së drejti. Të gjithë ju që po na ndiqni drejt për së drejti në këtë momente do të mund të drejtoheni me pyetje të drejt për drejta në numrat tanë të telefonit +383 44 888 698 në Viber, WhatsApp e po ashtu edhe në Skype adresa është Radio Dituria Islame. Janë këto mundësi që ju të inkuadroheni, të bëni pjesë e programit me pyetjet e drejt për drejta e ne do të përpiqemi që t'u japim përgjigje gjatë këtij emisioni. Ndërsa trajtimin si zakonisht e bën profesor doktor Hafez Hajredin Hoxha, emisioni përgatitur me slajda nga doktori i nderuar, të gjitha slajdat përkasin me trajtesën e përmbajtjes së këtij programi, prandaj është shumë e rëndësishme që ju të cilët po na ndiqni ti përcjellni edhe slajdat që ta keni edhe më të qartë, edhe më koncize temat të cilat i trajtojmë kryesisht. Ne duke mos dashur që të humbim kohë, menjëherë do të kalojmë fjalën tek doktori për të startuar këtë program të sonte dhe her pas here do të kthehemi pra të dashur miq me pyetjet tuaja të drejt për drejta dhe me pauza të shkurta her pas here, duke pas parasysh që ky emision është i drejt për drejt dhe mund të ketë kozgjatje pak më të madhe se zakonisht. Faleminderit moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nur al-fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Gjitha falënderimet i qofshin dhe gjithmonë i takojnë vetëm Allahut xhalla xhelaluhu, ashtu si meriton ai. Salavatet tona, selamet tona, përshëndetjet tona më të përzemërta të gjithë së bashku, këto momente ja dërgojmë dhe ja dhurojmë hedije krijesës më të mirë, pejgamberit më të dashur të Allahu xhalla shanuhu, të dashurit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe për tërë besimtarë që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Vëllezër dhe motra, shikues të nderuar kudo që t'jeni, mirë se vini në emisionin tonë këtë sofrën e Kur'anit, Jeta me Kur'an. Sonte inshallah do të mundohemi për me vazhdua dhe me kompletua pjesën e tretë të sistemit të besimit, për të cilën inshallah do të jetë fjala rreth 5 shtyllave të Islamit. Pjesën e parë të sistemit të besimit folën për cilësitë e Allahut xhalla shanuhu, atributet e Allahut xhalla shanuhu. Pjesën e dytë folën për 6 kushtet e besimit detajisht, po duke i argumentuar ata me ajete kuranore dhe me hadithe profetike të vërteta nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe gjona gat kemi folë për shumë ato kushte, 6 kushtet, dhe sonte inshallah do të shohim për 5 kushtet e dinit islam.
fjala bëhet për shahadetin, për namazin, për zakatin, për agjerimin në muajit Ramazan dhe shkuarjen në haxh. Këta janë ato 5 kushte të cilët i kemi mësuar përmendesh të gjithë dhe mundohemi me i praktiku në jetën tonë këto kushtet. E pyetjet të cilat i kërkon tezë emisioni apo i parashtrojmë para se mi dhënë përgjigje detale, cilat janë ato 5 kushtet të dinit islam, cilat janë argumentet kuranore dhe profetike për të argumentuar dhe vërtetuar këto 5 kushtet, si mundemi me i aplikua këto kushte në jetën tonë, po si mundemi, dhe çfarë dimensione shpirtërore dhe morale kanë këto kushte në jetën e muslimanit. Thot, do të mundohemi për me e gjetë rënien bazën e këtyre kushteve në Kur'an dhe në hadith. Pastaj do të mundohemi inshallah me tregu metodën se si mi apliku këto 5 kushte. Pastaj edhe çka rrjedhim nga këto 5 kushtet, nga këto 5 shtyllat, çka përfitojmë, çka duhet me pas si rezultat i njohjes së 5 kushteve apo praktikës së 5 kushteve të islamit. Po them, edhe një rikujtim vetes dhe juve, mos t'i harrojmë sistemet islame. Mos t'i harrojmë sistemet islame, se si islami funksionon me sistemin e besimit bazë, sistemit moral, familjar, social, politik, ekonomik dhe sistemi i vakufeve. Të thot, po flasim me sistemet, po flasim me logjik, po flasim me argumente, në aspektin akademik, fetar, social, duke i parë parasysh rrethanat shpirtërore, sociale, dimensionet sociale të këtyre temave që po i debatojmë në hijen e ajeteve të Kur'anit. Po mundohemi me kuptua islamin me rrajnë, po mundohemi me kuptua fejen islame ashtu si duhet, ashtu si është shpallur nga Allahu xhaleshanuhu dhe si e ka komentuar dhe e ka praktikuar vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Mos të harrojmë vëllezër të ndershëm, se prej objektivave të përgjithshme të sheriatit islam, mos të harrojmë, ta rikujtojmë këtë çështje shumë e rëndësishme, është numër 1 ruajtja e fesë. Do të thotë sheriati si sistem i shpallur nga Allahu xhaleshanu për popullin, për qetësinë e tyre shpirtërore, sociale, financiare, politike, ekonomike, po numër 1 e ka, do të thotë ky sistem nga shumë ligjet e shpallura që feja të ruhet, që sheriati të ruhet, dini i Allahu xhaleshanu të ruhet dhe të praktikohet. Dhe nuk ka dobi nga asnjë sistem njerëzor, nga asnjë ligj njerëzor, nuk ka dobi nga asnjë ide po filozofike, apo akademike, apo pa marrë parasysh, nëse ajo ide, nëse ajo filozofi, nëse ai ligj nuk i kushton rëndësi të fesë. Nëse nuk i kushton rëndësi fesë, apo me fjalë tjera e lufton fen, po e anashkalon fen, religionin e vërtet, fjalën e kemi për islamin, po çdo sistem që anashkalon, do të thotë, fen islame, nuk i kushton rëndësi, ai sistem nuk ka bereqet. Nuk ka bereqet. Dikush mund me thonë, shif pra sistemet perëndimore janë laike, janë sekulare, ata po kanë bereqet. Qëre, na kemi fjalën për muslimant. Jem duke folë, na do thotë, sheriatin islam, sistemin kuranor, se si ta praktikoj Kuranin unë si musliman, do thotë jetën time. Nuk po flas në atë kontekstin e përgjithshëm, do thotë, të kombeve dhe kombësive të ndryshme, të nacionaliteteve të ndryshme, po të racave të ndryshme, etnive të ndryshme, jo, po e kam fjalën për muslimanët. Dhe thot, një musliman nuk guxon mu shpallë sekular,
një musliman nuk guxon mu deklaru laik, një musliman nuk guxon mu deklaru pa fe. Një musliman nuk guxon mu deklaru po ateist, sikurse kanë qenë po ato sistemet moniste, komuniste në troje tona shqiptare edhe vende tjera në përballë. Prandaj, prej objektivave të përgjithshme shariatit islam, mos harroni është ruajtja e fesë. Numër 2, ruajtja e pasurisë, po. Numër 3, ruajtja e mendjes së njeriut, po. Numër 4, ruajtja e jetës së njeriut, po. Numër 5, dhe ruajtja e nderit të njeriut. Këto janë ato 5 objektiva kryesore, qëllime të shenjta, për të cilat edhe revelata hynore Kurani është shpallur nga Allahu xhaleshanu për me i rujt, për me i kultivu këta dhe me i përpunu apo me i përfitu popullin në jetën e tyre. Si ta shifni me një vend, një popull nuk ka ruan fejnë, si të shifni apo, po, diktoni apo, dhëreni me një vend një popull i cili, po, nuk i kushton rëndësi ruajtjes së pasurisë, apo nuk i kushton rëndësi ruajtjes së mendjes, apo nuk i kushton rëndësi ruajtjes së jetës së njeriut, derdha gjaku mbytet njeriu, po, dhe nuk i kushton rëndësi ruajtjes së nderit, si të shifni dikun që qëto vlera morale, shpirtërore, sociale, po shkilen, po gjuhën, do thot, po mirën në përkëm, atëherë ta keni me dije se ajo shoqëri, ai shtet është shtet i prishur, shoqëri e prishur, shoqëri do thotë e cila nuk ka asnjë gjë të mirë. Sepse 5 gjanat kryesore që ka mbajnë çdo shoqëri, po feja, pasuria, mendja e shëndosh, jeta e mirë, po edhe nderi, nëse këto gjanat rrezikohen, aty edhe nuk ka edhe rahati dhe nuk ka qetësi. Feja islame, Kurani, mos harroni ka ardhur me kushtu rëndësi këtyre 5 gjanave, po të cilët këto dihen gjuhën e letërsisë apo të lëndës së usuli fikut, el maqasid el islamiyya el ulya apo kulliyat. Naam el kulliyat el khams fil islam. Po gjana do të thotë objektivat kryesore gjenerale të përgjithshme në fenë islame. E pas këtyre pastaj po kalojmë te kjo ndërtesë e bukur dhe ta bëjmë një studim apo një analizë se a mundet kjo ndërtesë e bukur më ngrit kështu vetveti dhe më ndajt pezull në qiell pa shtylla. Nëse marrim me logjik, do thotë logjika shëndoshme një herë refuzon këtë ide apo këtë teori dhe se nuk ka mundësi që kjo ndërtesë po vetvetiu me ekzistuar. Po nëse ne do thotë i hekim, do thotë këtë ide, nëse na do thotë e kuptojmë mirë që kjo ndërtesë kërkon që shtyllat i ketë prezent, atëherë edhe Islami është si kjo ndërtesë. Është një sistem nga Allahu xhaleshanu, është një fe e shpallur nga Allahu xhaleshanu, po dhe kjo fe do thotë për me qenë aktive, duhet mi pas ato mekanizmat e veta, ato shtyllat e veta, kushtet e veta, me të cilat do thotë mbahet dhe qëndron kjo fe e fortë para problemeve dhe para do thotë sfidave të kësaj jete. E kështu është edhe radhë çështja me 5 kushtet e dinit islam. Prandaj, to 5 kushtet e dinit islam, argumentet kuranore na flasin neve shumë për këtë aspekt. Kurani është i stërmbushur me argumente kuranore sa i përket këtyre çështjeve. Nëse e marrim kushtin e parë, shahadetin, nëse e marrim shtyllën e parë, po qelsin e fesë islame, dëshmien, çfarë argument kemi në Kur'an për këtë? Shifni Allahu xhaleshanuhu çka thot në Kur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. Dije, o Muhammed, se nuk ka tjetër Zot përveç Allahut. Dije. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Këtu është ai vend argumentimi. Allahu po kërkon nga i dërguari i tij, Muhamedi alayhis salam, edhe nga ne, duke e udhëruar atë edhe neve, dije që nuk ka Zot tjetër në këtë gjithësi, vetëm një është. Vetëm një është. Dhe kërko falje për veten tënde, po, dhe për besimtarët. Kërko falje. Lutju Allahu xhalla shanuhu. A numër 1, thot dije që Allahu xhalla shanuhu është një. Nga ky ajet, si do të shohim më vonë tani, po, shumë mësime kanë nxjerrë dietarët islam dhe dietarët e fesë islame, që kërkimi i diturisë së vërtet, kërkimi i realitetit, po, është farz, obligim. Po, më ardh deri te realiteti, deri te dija e vërtet, deri te besimi në Allahun xhalla shanuhu. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Po. Ajeti tjetër, falë namazin, e jepni zakatin dhe lutnu bashkë me ata që luten. Argument për shtyllën e dytë. Unë këtu vetëm disa argumente po i përmendi. Kurani është i stërmbushur me argumente për këtë çështje. Ajeti tjetër po thotë, o besimtar, ju është urdhëruar agjerimi ashtu si u ka qenë urdhëruar atyre para juve për t'ju shmangur mëkateve. O besimtar, ju është urdhëruar agjerimi ashtu si u ka qenë urdhëruar atyre para juve për t'u shmangur mëkateve. Fjala është për shtyllën e 4 Ramazanit, agjerimit Ramazanit. Shtylla e 5, walillahi ala nnasi hijjul beyti men istata'a ilayhi sabila. Vizita e Qabës është obligim për ata që kanë mundësi. Vizita e Qabës e shtëpisë së Allahu xhalla shanuhu është obligim për ata që kanë mundësi udhëtimi te ajo. Këto argumente kuranore që i përmenda të thot sa i përket për 5 shtyllat e dinit islam. Këtu vim në përfundim. Shikues të nderuar, mos harroni se çdo çështje e besimit është e argumentuar me ajete kuranore dhe profetike. Nuk kemi na në fenë islame, në jetën tonë me Kur'an, me besu diçka e që mos të ketë argument për atë. Për çdo gjë ka argumente. Dhe ky është ai besimi i pastër, ku ti shihni për shembull tani përpara, në slajdin numër 7, ka 5 kushtet e shahadetit kur dikush dëshiron ta pranojë fenë islame. Çelësi i fesë islame është shahadeti. La ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Po. Ku bazohemi për këtë çelës që po kërkojmë nga ata cilët konvertohen në fenë islame apo e pranojnë fenë islame? Bazohemi në Kur'an. Cili ishte ajeti? Ai ishte ajeti në surën Muhammed. Fa'lam. A kesh me dije dhe ti jesh i bindur se nuk ka Zot tjetër vetëm një. Të se me dituri të vërtet arrihet edhe të realiteti. Për namazin, kur kërkohet nga ai i cili e dëshmon shahadetin me gjuhën e tij dhe me zemrën e tij, po futet në fenë islame, pastaj kërkohet nga ai që për të kompletuar feja e tij, po besimi i tij, kërkohet që ai ta demonstroj këtë besim me namaz. Po kërkohet nga ai tani nëse e ka mundësinë financiare që ta ushtroj edhe po parimin e zekatit, dhënjes së zekatit, e cila është një pjesë e pasurisë
2.5% që nxirren nga ajo pasuria përgjithshme për çdo vit, po dhe udhurohet apo jipet atyre skamnorëve, atyre 8 kategorive që janë të përmendura në suratu Tauba, të varfërve, skamnorëve, borxhlive, po për i Zot Zoti xheleshanuhu e tjera, 8 kategori përmenden. Normal, kush i përmbush ato kushtet e dhënies së zakatit, po e këtu caktohet do të një vlerë 2.5%, po nga pasuria e muslimanit dhe ajo pasuri nxirret dhe jipet për i Zot Zotit xheleshanuhu. Për të kompletuar feja jote, ndërtesa jote islame, kërkohet edhe një shtyllë tjetër speciale e agjerimit. Prandaj, edhe me agjerim kompletohet dhe përforcohet, do thot ajo feja jote, feja ime e cila do të di me deklaru para Allahu xheleshanuhu. Po nëse kemi edhe mundësi financiare për të shkuar me vizitu shtëpinë e Allahut xheleshanuhu në Qabe, atëherë edhe me këto do thotë bëhet kompletohet feja dhe bëhet nur ala nur, bëhet dritë mbi dritë. Po. Prandaj këto 5 kushtet apo 5 shtyllat e dinit islam janë aq më rëndësi në jetën tonë. Shikues të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që t'jeni, saqë logjikisht mos harroni atë ndërtesën e bukur, çka përmenda më herët, ajo ndërtesë e bukur pezull kur nuk rrin pa shtylla. Duhet me pas shtyllat aktive, dinamike, gjithmonë që me qenë edhe ajo ndërtesë ashtu e bukur dhe tërheqëse dhe do thot frytdhënëse. Logjikisht, një musliman i cili deklarohet se unë jam musliman, unë i besoj Allahu xheleshanuhu dhe vetëm atij i lutem dhe askujt tjetër, dhe se pejgamberi është i dërguar i tij, rob i tij, po nga ai kërkohet jo vetëm me gojë, tani kërkohen edhe vepra me dëshmua këtë çka ka në zemër. Ajo dëshmohet me faljen e namazit rregullisht, po me faljen e namazit, me agjerimin e muajit Ramazanit, me dhënien e zakatit nëse ke mundësi, po edhe me shkuarje në haxh nëse ke mundësi. Këto janë ato do të çka kërkohet nga çdo musliman për ta dëshmuar veten e tij para Allahut dhe para tjerëve se unë jam një musliman me fjalë edhe me punë. Se sot çka po shohim nëpër botë, çka po shohim do thot nëpër mjediset tona, rrethet tona, me fjalë shumë musliman po kemi. Shumë besimtar. Përqindje e madhe e besimtarëve dhe muslimanëve me fjalë. Mirë, po kur vjen puna me vepra, kur vjen puna me dëshmu me vepra, se a jem musliman vërtet, këtu është një pikpyetje e madhe. Mirërisht dhe vjen keq që populli sot, kudo që kemi shkuar, edhe këtu botën arabe, edhe në perëndim, edhe të na botën diaspora, po troja shqiptare, kemi problem shumë me këtë çështje. Pasi i kuptuam argumentet kuranore, sa për ilustrim përmendëm nga një argument për secilin kusht apo shtyllë të fesë islame, na kemi edhe argumente profetike të hadithe të vërteta nga Muhamedi alayhi salatu wassalam që dëshmon se feja islame është ndërtuar, është ngritur mbi 5 shtylla. E hadithi i gjatë i Gjibrilit që e kemi përmend edhe pjesën e dytë të emisionit të ligjëratës, kushtet e besimit, këtu është çaj hadithi njëjtë, tani vazhdon pjesa tjetër, kushtet apo shtyllat e fesë islame. Ku transmetohet nga Umar ibn al-Hattabi, radhiyallahu anhu, i cili ka thënë, një ditë derisa ishim duke ndenjur tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, u duk një njeri me rroba shumë të bardha dhe me flokë shumë të zeza, dhe tha, o Muhammed, më trego, ç'është Islami? Ç'është Islami? I dërguari i Allahut xheleshon, hadithi i gjatë është paraqit dhe është ul para Hazreti Muhamedit alayhis salam ky njeri dhe të thotë, dhe gjujt e tij i ka bashkuar para gjujve të Muhamedit alayhis salam, dorët e tij shuplakat i ka vendosur mbi gjujt dhe e ka pyet, ç'është Islami?
I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është përgjigj, tha, Islami është të dëshmosh se nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, nuk ka kush që meriton mu adhurua me merit përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguar i tij. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Kështu, ashhadu, thot, dëshmoj me zemër, po, me dëshmua se nuk ka të adhuruar tjetër me merit përpos Allahut. Këse Muhamedi a.s. është i dërguar i tij. 2. Të kryesh namazin, 3. Të japësh zekatin, 4. Të agjerosh Ramazanin, 5. Të vizitosh Qabën nëse ke mundësi. Udhëtimi tek ajo. Pasi që jo përgjigj Muhamedi a.s. këto kushtet, 5, për pyetsin, ai tha të vërtetën e the. Sahabët thanë, na u çuditëm. Po e pyet dhe po ja vërteton përgjigjen. Pastaj hadithi vazhdon, po ç'është imani, e përmendëm edhe këtu përmendëm pastaj 6 kushtet e imanit të cilët kemi komentuar po emisionin e kaluar. Kjo është argument më i njohur në literaturën islame, po ku Gjibrili a.s. engjulli enkas nga Allahu xhaleshanu ka ardhur për m'ia mësua Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe thot dinin islam me 6 kushtet e besimit edhe 5 kushtet e islamit. Po 6 shtyllat e besimit dhe 5 shtyllat e islamit. Plus edhe gjana tjera. Ne kemi edhe hadithe tjera shumë sa i përket rreth kësaj teme, po kjo do thot argument transmetohet nga Abdullah ibn Omeri, i biri Omerit radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me ata të dy, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Islami është ndërtuar po mbi 5 shtylla, është ndërtuar, është ngrit mbi 5 shtylla. Dëshmia se nuk ka zot tjetër, dëshmi, shahadet që nuk ka zot tjetër, për adhurim vetëm Allahu xhaleshanuhu. Dëshmia, shahadeti, pjesa e dytë e shahadetit, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut xhaleshanuhu. Po, dëshmi, falja e namazit, dhënia e zekatit, haxhilloku dhe agjerimi muajit të Ramazanit. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tij, apo në sahihun e tyre. Do thot, vim në konkludim këtu, nuk ka dyshim fare sa i përket originalitetit po të kësaj çështjeje të 5 shtyllave të Islamit, se këta janë të bazuara në Kur'an dhe në Sunet. Nuk ka shybe, nuk ka dyshim fare këtu. Po, do thot, është çështje të argumentuara me Kur'an, janë çështje të argumentuara me Kur'an dhe me fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu duhet muslimani me ndërtua besimin e tij, bindjen e tij në gjana të vërteta, në rrajnë të vërteta, në dituri të vërtet. Usul, i thënë gjuhën arabe, rrajnë të vërteta, baza, parime të shëndosha për me pas diçka bindje në zemër dhe në kokë. E parimet e shëndosha i kemi në Kur'an dhe i kemi në Sunet të vërteta apo në hadithet vërteta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shumë besimet kota ka në këtë botë. Shumë popull ka mendojnë kinsa ata janë besimtar, kinsa ata janë besimtar të denjtë të sinqert, mirë po rrajt e besimit e tyre, argumentet e besimit e tyre nuk mundemi mi has askund. Argument do të thotë fjalë shpallur nga Allahu, po për me vërtetuar këtë ide, ti duhet me pas dokument, argument. E argumentet e besimit islam, do thotë në përgjithësi, të gjitha janë të definuara dhe të tekstuara në Kur'an dhe në fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo duhet me qenë qartë. Edhe njëherë po konfirmoj se çka
asgjë nuk mund me besu çorazi, asgjë nuk mund me besu do të thot për hatër, asgjë nuk mund me besu vetëm hajt shkele shko, po duhet, si tha edhe ajeti i Kuranit më herët që e përmendëm, cituam, fa'lam, me dije. Mos fut në kokë kur gjon pa dije, pa kuptim dhe pa analizë. Po. Dhe kështu është rasti tani i shumë personave në Perëndim, po, cilët hulumtojnë krishterizëm, hulumtojnë në hebreizëm, hulumtojnë në budizëm, në hinduizëm, në religione tjera, duke bë hulumtime, po fond ata shohin se nuk ka gjë prej tyre dhe kthehen te besimi në Allahun xhaleshanu. Pas udhëtimit të gjatë që bëjnë, pas analizave të gjata. Po kemi edhe persona, po thotë Allahu xhaleshanu ju udhëzon kështu vetveti ju, sikur se kemi raste, në qindra mijë raste sot në përbot, në Azi, në Afrikë, në Indi, çdo kund që popujt të thotë e kanë pa shtrembërinë e religioneve tjera, fenave tjera, dhe tani zemra atyre e hetur, po kërkon realitetin, po kërkon Allahun xhaleshanu dhe po futen në Islam. Shikues të nderuar, ky ishte fillimi i pjesës së parë, po para pauzës, dhe thotë sa i përket kushteve, 5 kushteve të fesë islame, burimet e këtyre kushteve në Kur'an, burimet e këtyre kushteve në hadithet pejgamberit alayhis salam, rëndësia do thotë e njohjes apo ulumtimit me dituri për këto 5 kushte. E tani pas kësaj pauze do të kalojmë inshallah për me pa se si mundemi me aplikue këto 5 kushte në jetën tonë dhe çfarë kuptimi kanë këto 5 shtyllat, çka sot na besojmë bindshëm dhe mundohemi pak detajisht tani do të me komente për mi i komentuar këto gjanat të cilat janë shumë më rëndësi. E ju lutem një pauzë të shkurtër, mos shkoni larg, shihemi pas pak. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum selam, faleminderit shumë doktor për këtë pjesë të parë të programit. Të dashur dëgjues, miq të nderuar të radios Dituria Islame, jemi në emisionin Jeta me Kur'an dhe para se ta bëjmë një shkëputje nga kjo pjesë e parë, do t'ju ftoj të gjithë juve që të drejtoni me pyetjet tuaja në +383 44 88 698 në Viber e WhatsApp dhe të bëheni si pjesë e këtij transmetimi duke u inkuadruar qoftë me shkrim apo edhe me anë të thirrjeve telefonike në pjesën e fundit, në pjesën e tretë të programit. Ne do të bëjmë një pauzë me ilahi nga studio, kthehemi pas pak çastesh. Nëse gjadet nanës, kur e vuna bamin, ja dëgjova lutjen, o Zot marru i djalin, krejtësinat e jetës, në zemërin djeva, m'fal që unë pranverën, në dimër ta ktheva, fal që unë pranverën, në dimër ta ktheva. Nëse gjadën tande, pas kam bet aroma, pas kam bet kujtimet e krejt ditëve tona, pas kam bet krejt lutjet që i ke ba për mu, zemra krejt i ndjen, edhe pse ke shku, zemra krejt i ndjen ojnon, edhe pse ke shku. Lam të mirë zemra nuk thot, darja buzëqeshje ti kthe në lot, ti në atë botë e unë këtë botë,
e prap duhet t'jemi fort. Jo lam tu mirë, zemra nuk thot, darja buzëqeshje ti kthe në lot. Ti në atë botë, unë këtë botë, e prap duhet t'jemi fort. Kur unë kisha humbur rrugët e kësaj bote, me lot ishte la, ase gjadja jote. Me emrat ma t'bukur e lute Allahun, me ma ndriqu zemrën, me ma fal gjynahun, me ma ndriqu zemrën, me ma fal gjynahun. Ai që na ka mësu, Zotit me ju fal, për gjithë zemrat tona, e ka thani fjal, edhe në namaz, si kur t'isha lidh, do t'isha përgjigjun, nona me pastir, do t'isha përgjigjun, nona me pastir. Lam tu mirë zemra nuk. Të dashur dëgjues të radios Dituria Islame, jemi në transmetim të drejt për drejt në emisionin Jeta me Kur'an dhe kemi arritur kështu në pjesën e dytë të këtij transmetimi të drejt për drejt për sonte. Edhe njerë ju rikujtoj që të gjithë ju mund të inkuadroheni në +383 44 888 698 në Viber e WhatsApp me pyetjet tuaja. Jelus sigurisht mundësisht që pyetjet tuaja të kenë përmbajtje mbi temën të cilën, mbi përmbajtjet të cilat po i trajtojmë sonte. Arsyeja është që të jemi sa më koncis dhe në sqarimin e në shpjegimin e kësaj përmbajtje, rrjedhimisht kësaj teme që po trajtohet sonte. Duke mos dashur që të humb kohë, menjëherë kaloj fjalën tek profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha, i cili është drejtuesi këtij programi dhe këtyre ligjëratave të martave në valët e radios Dituria Islame. Faleminderit moderator. Selamun aleikum shikues të nderuar dhe mirë se vini përsëri në pjesën e dytë të emisionit Jeta me Kur'an. Pasi që folëm për ato 5 shtyllet e dinit islam, 5 kushtet e fesë islame që ka i dim sot që kemi mësuar, po, dhe pasi që i argumentuam sa për ilustrim, ka një argument e përmendën nga Kur'ani dhe fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe tani kalojm në detalet pak, një komentim apo një interpretim shkurt të domethënies së fjalës la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Çka nën kupton, çka ngërthen në vete, çfarë përmban, është shumë më rëndësi. Ky qels, çka që është më rëndësi, sa që mungesa e njohjes së këtyre informatave, mungesa e njohjes së rëndësisë të fjalës la ilaha illallah, mungesa, kjo mungesë, zemrat muslimanëve, kokat muslimanëve, po ka ndiku që sot na të jemi në këtë gjendje të cilët jemi. Nuk jemi, do të thotë, të vetëdijshëm as pak se çka nën kupton kur na themi la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fjala e lehtë për gjuhë, për shumë e rëndë në peshojë të Allahu xhelle xhelalu. Transmetohet në hadithe nga Muhamedi alayhi salatu wassalam se Musa alayhi salam i tha Allahut, ja Allah, mëson diçka se si me të lavdërohet hyje, se si me të bëj dhikr hyje. Tha ja Musa, thuj la ilaha illallah. Tha ja Allah, po krejt populli po thojnë la ilaha illallah, po do diçka më special.
Allahu ju kthy duke i thënë, o Musa, nëse la ilaha illallah vendoset me një anë peshojës dhe 7 palë qiellnat dhe tokat me një anë tjetër peshojës, po la ilaha illallah peshon më rënd se sa 7 palë qiellnat dhe çka ka në këtë ekzistencë, në këtë gjithësi. Fjalë lehtë në gjuhë me thonë, po shumë e rëndë në peshojët e Allahu xhaleshanu. Fjalë me rëndësi të madhe, nëse ai besimtar, jo besimtari deklaron dhe e thot para vdekjes gjendjet normale dhe thot, po e shpëton veten nga zjarri i xhenemit. Fjalë aq me vlerë. Ai i cili vdes me fjalën la ilaha illallah në xhenet, pa marrë parasysh edhe sa gjunahe edhe sa mëkate me bë. Ai i cili e thot me sinqeritet njëherë me zemër, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, me plot sinqeritet, dekhal el gjenne, futet në xhennet. Edhe nëse ka bë mëkate tjera, edhe nëse ka bë gjëra tjera, la ilaha illallah është fjalë e madhe, saqë nuk u merr mendja çfarë vlerë ka te Allahu xhaleshanu dhe te Muhamedi alayhi salatu wassalam. Mu për këtë arsye, ajeti i parë kuranor që e përmendëm në surët Muhammed, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa laqad ba'athna fi kullin, Allahu xhaleshanu në Kur'an, në shumë ajete, që kemi dërguar shumë pejgamber. Po, çka ka kërku Allahu nga ata pejgamber? Ni'budullaha wajtanibut taghut. Po, besoni Allahun xhaleshanu një dhe largoni nga taguti. Tagut, këtu komentatorët e Kur'anit kur janë mundu me komentum, çdo gjë, çdo put apo çdo zot apo çdo besim, çdo bindje jashtë Allahut, çdo bindje jashtë Allahut është tagut. Çdo gjë që të huton nga Allahu është tagut. Çdo gjë që nuk të orienton nga Allahu xhaleshanu dhe orienton është tagut. Po, çdo besim i kotshëm është tagut. Çdo besim i pa argumentshëm dhe pa argumente është tagut. Çdo gjë pa e vlefshme do thotë është tagut. Mu për këtë arsye ka në Kur'an, shifni, la ilaha illallah i ka po 2 pjesë. Po him, po pohoj, po dëshmoj, dhe po çka, po mohoj, po refuzoj. Ajeti i Allahut po thot në Kur'an në surën Al-Baqara, la ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Nuk ka dhunë, s'kem nevojë që me dhunu të jenë njerëz për marrë fe. Sepse po dihet e vërteta nga jo e vërteta, e shtrembëra nga e drejta po dihet. Faman yakfur bit-taghut, këtu tash në qëllimi, ai i cili e mohon, e refuzon tagutin, çdo zot tjetër, çdo besim tjetër, e hudh, nuk e përqaf, nuk beson, po shefni kushti i parë, ai i cili refuzon. Fjala la ilaha illallah nuk kupton me refuzu çdo besim kotshëm, çdo zot fals, çdo bindje çka nuk është origjinale, duhet me mohue, me kundërshtu. O yu'min billah, pjesa tjetër është me besue në Allahun xhaleshanu. Prandaj la ilaha illallah i ka qëta 2 shtylla. Me luftua gjitha zotrat çka janë falso, zotrat e rrënjshme, besimet e kota këtë me i kundërshtua, me i mohua, dhe në njëjtën kohë me deklarua besimin e vërtet të Allahu xhaleshanu. Që kjo nën kupton apo shtyllat erkan la ilaha illallah se keni në slajdin po 11 para jush. Me kom lë dhe qëllimisht pak arabisht, do thotë se do gjona edhe do thotë duke po mi përkthyje këtë, po pak më analizu këtë hartat psiqike, po moderator slajdin numër 11, shtyllat e dëshmisë së fjalës la ilaha illallah. Pohim me besu në Allah dhe mohim me kundërshtu çdo gjë tjetër. Këtë do të me pas parasysh. Po kalojmë në slajdin e 12. Kuptimi dhe aplikimi i fjalës la ilaha illallah, çfarë rëndësie ka tash besimi i vërtet apo tauhidi në jetën e njeriu? Çfarë rëndësie ka? Numër 1,
të gjithë dietarët, si kemi mësuar edhe na vetë në fakultet, në universitet, dhe i mësojmë studentët tanë, edhe juve, numër 1 e keni edhe para jush do të është se është prej shtyllave më të mëdha dhe më të rëndësishme të fesë islame, besimi apo tauhidi, besimi i pastër. Numër 2, ajo është obligimi numër 1 apo në obligimi më i madh dhe më kryesor çka duhet na me pas parasysh dhe me punua do thot vet dhe me punu me xhamat dhe me dikon tjetër. Nuk guxojmë na me kërku nga dikush tjetër ndonjë obligim shariatit islam pa e definuar, pa sqaruar çështjen e besimit ashtu si duhet. Këto janë këta hapat. Kjo është ajo procedura, mos harroni, kjo është ajo procedura kuranore dhe profetike që e ka aplikuar jetën me Kur'an vetë Muhamedi alayhis salam. Po, duhet me mbjell në zemër një herë besimin, po, mi luftua gjitha zotrat e shtrembërta, jo të vërteta, rranat e imagjinatat dhe mu fut në zemër, po, Zoti i vërtet. Thot besimin e Zotin e vërtet. Pas kësaj, po, kjo çështja e besimit, pse është me rëndësi, sepse është prej kushteve më të mëdha. Është numër 1, qelsi, është prej obligimeve më primare, do thot, më parsorë që duhet çdo kush mi kushto rëndësi para se me kalu në obligime tjera. Numër 3, asnjë ibadet, asnjë punë jona, as Ramazan, as namaz, as zakat, as haxhillëk, në kurrë nuk pranohet pa tauhid, pa besim në një Allah. Me fjalë tjera, pa la ilaha illa Allah, kur gjon s'ki e hiç, s'ki çka me lyp të Allahu xhaleshanu. Numër 4, besimi në Allahu xhaleshanu është shkak i qetësisë dhe i sigurisë në këtë jetë edhe në ahiret. Numër 6, po, që të shpëton nga ahireti, nga krizat e ahiretit, është imani në Allahu xhaleshanu dhe në misionin apo mesazhin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Numër 7, po tauhidi është sebeb, po për me hi edhe xhenet dhe me shpëtu nga zjarri i xhenemit. Po ashtu tauhidi edhe besimin në Allah, çka është shkaku kryesor, mençuria kryesore pse na jemi krijuar këtë dynjë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Po. Mençuria kryesore. Po, pse na jemi krijuar, pse na ka krijuar Allahu këtë jetë, vetëm i besu Allahu xhaleshanu, me njoft atë me emrat e tij që i ka, cilësitë e tij të larta, atributet e tij, po me pastru kokën tonë nga imagjinatat e ndryshme, nga prallat, nga rrenat, nga filozofinat, po, dhe me udhëzua me dritën e Kur'anit, ashtu që na ka komentuar Kur'ani, me besu, po, ghaib. Allah është ghaib, diçka i papashëm, po na kemi shenjat, kemi argumentet që na forcojnë bindjen tonë në zemër se Allahu ekziston dhe është krijues. Po. Andaj rëndësia është shumë e madhe e tauhidit, që është prej kushteve më të kryesore të fesë islame, obligimeve më parsorë në fenë islame. Pa tauhid, pa besim, pa la ilaha illallah nuk pranohet asnjë ibadet. Me tauhid qetësia realizohet dhe paqja shpirtërore dhe psiqike në këtë jetë dhe në ahiret. Me tauhid, po, him xhennet. Me tauhid, po, edhe krizat e dynjas i tejkalojmë, edhe shkaku i tauhidit dhe ibadetit është se Allahu na ka krijuar neve në këtë jetë. Po, këto janë ato pika shumë shkurtra, do thotë, se si me aplikua fjalën la ilaha illallah, po, se si me jetu me la ilaha illallah, se si me jetu me Kur'an. Ajeti i parë tha, fa'lam, ta kesh me dije, të dish mirë, të jesh i bindur se nuk ka zot tjetër. Pse? Se këto janë ato pikat e rëndësishme që Allahu xhaleshanu do thotë kërkon nga ne besim të pastër dhe nuk kërkon nga ne idhujtari dhe shirk. Po kalojmë në slajdin numër 13. Po, cilat janë ato pjesë kryesore tani të tauhidit
që duhet të fjalës la ilaha illallah, do thotë që duhet çdo besimtar i pas parasysh, edhe pse që kemi folë misionet e kaluara këta, po këtu po i përsërisim vetëm shkurtimisht, po me besu se Allahu xhaleshanu është krijuesi numër 1 i kësaj gjithësie dhe çka ka në të. Çka shohim dhe çka nuk shohim. Tauhid ar-rububiyya. Ja Rabb, ku thush, ja Allah, ti e krijues. Po. E zakonisht të thot shumica e popujve, edhe paganët e Mekës, kanë besuar këtë aspekt. Kanë deklaruar dhe kanë dëshmuar do të dyqysh se me pyet ata kush i ka kriju qiellin dhe tokën, Kurani shumë ajete flet, po të gjithë flasin dhe të gjithë do të përgjigjen se Allahu thotë i ka krijuar. Kjo është pjesa e parë. Me besu se Allahu është krijues i përgjithshëm, krijuesi numër 1 gjitha krijesat. Kësa i thënë, i kanë dhënë dietarët, po tauhid ar-rububiyya, po monoteizmi, do thotë se për këtë aspektin do thotë besimit që Allah është një. Pastaj kanë dalë në pjesën e dytë, tauhid el-uluhiyya, po për me i besu Allahut apo të jesh besimtar monoteist edhe me punë. Do me thonë, namazin ta bësh vetëm për Allah, agjerimin ta bën vetëm për Allah, leximin e Kuranit ta bën vetëm për Allah, sadakan ta bën vetëm për Allah, zakatin ta bën vetëm për Allah, çdo vepër të mirë që ta bën vetëm për Allah. Këto pagan tani kanë rapi provimit. Mushrikët e Mekës, po dhe shumë persona dhe musliman gjahila, po gra e bura, vajza, e djemë e tri kuda që shkojnë sot, po kur kanë ardhur të këta pjesë të tjera do të me bë diçka punë, po a më po për Allahun apo më po për hatër të fulanit, apo për Allahun apo për ndaj dekun, apo për Allahun apo për ndaj evlia apo për ndaj diçka, i kanë përzije sapet këtu. Po, e këtu tash kanë rënë do të thotë shkert, e kanë rënë në idhujtari. Kjo gabim. Kështu nuk bën. A ke besu Allah që është një? Po. A ke besu që Allah është krijues numër 1 gjitha krijesave? Po. E tash çfarë Allah krijues i përgjithshëm, i vetmi, kërkon që edhe namazin t'ia dedikosh vetëm atij, Ramazanin t'ia dedikosh vetëm atij, agjerimin vetëm atij, gjitha veprat çka t'ia bën, ti bën vetëm atij t'ia dedikosh. Dhe askujt tjetër. Fa'budillaha mukhlisan lahu din. Besoj Allah xhaleshano bëni ibadet me sinqeritet. Ela lillahi dinul khalis. Kini kujdes, Allahut i takon feja për kushtimi, po sinqeriteti. Allahut vetëm atij i takon. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din. Hunafa wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat. Të gjithë pejgamber, të gjithë popujt, edhe musliman janë urdhëruar vetëm Allahut me besu. Duke qenë të sinqert, me fal namazin, me dhënë zakatin, dhe kjo është feja vërtet. Pjesa tjetër e tauhidit, që kemi folë detajlisht në cilësitë e Allahut, emrat e Allahut xhaleshanuhu, për të cilën do thotë ka folë edhe Kurani, edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam. Do thotë këtu kërkon është qëndron rëndësia e fjalës la ilaha illallah, besimin në një Zot, besimin në cilësitë e tija, ibadeti jam, adhurimi jam me qenë vetëm për këtë Allah. Po, çfarë emra ka ky Allah? Kur'an që kanë shpallur ata emrat. Pejgamberi alayhis salam që na ka mësuar ata emra. Çfarë cilësi ka? I kthehemi këtyre burimeve. Kështu do thotë në zemra adhuroj Allahun tim, Zotin tim, që më ka falë, që më ka kriju, po, ati do t'i lutemi ashtu pastër e sinqert, dhe mos të përzim askën tjetër. Me besim që Allah është krijuesi një, Allah i dedikohen gjitha punë dhe gjitha veprat, dhe Allah xhaleshanuhu, kur ta thrasim me emrat e tij të mirë të bukur, e thrasim ashtu që ka jenë të shpallura në Kur'an. Profesor Said Kutubi, komentatori i shquar i Kuranit, bashkëkor, tefsirin e tij fi dhilalil Kur'an, po,
Tu përmend edhe pjesë tjera të tauhidit, sidomos në interpretimin dhe tefsirin e tij kur ka bërë të surës Al-An'am, po përmend edhe pjesë tjera të tauhidit që duhet njeriu me pas besim të Allahu xhaleshanuhu, edhe kur merr burime informata şeriatit, kur merr vetëm nga një burim i shëndosh në Kur'anit, mos me marr në shumë burime. Kur i mbështetet dikujt, mi mbështet vetëm Allahu xhaleshanuhu. Burimi tjetër, jo vetëm me qenë monoteizëm në një Allah, po, që ajo është Zot krijues, po, por në njëjtën kohë na me qenë edhe monoteista, edhe kur marrim burime vetëm me marr për një burimi. Jo për shumë burimeve tjera me marr informata, e lajme, udhëzime. Po, a qëllimi është për Kur'anin. Po kur ti mbështetemi, vetëm Allahut ti mbështetemi, vetëm atij. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Po, Allahut ti mbështeten besimtar. E kjo është shumë e rëndësi që ta pasurojmë këtë dije tonë, do të thotë këtë mendimin tonë, se si ta kuptojmë fjalën la ilaha illallah. Se mushrikët e Mekës, ata shumë mirë e kanë kuptuar fjalën la ilaha illallah, çka do të thonë, edhe për çet arsye ata kanë rezistuar. Për çet arsye ata kanë rezistuar shumë, sepse fjala la ilaha illallah do thotë askush nuk meriton mu adhurua me të vërtet përpos Allahut. E tash mushrikët, ata e kanë zë veten, do të thotë njerëz pagant, i kanë zë veten si Zot në gati e kanë zë. Kanë zë veten do thotë si, domethënë lider që popujt atyre ju kanë besuar. Apo atyre putave që i kanë pas ata. E ardhja Muhamedit alayhis salam tani, me besu në Allah, do thotë me shkatru krejt ata putat. Me shkatru krejt ata lider të kabileve. Krejt ata më me vdek njerë për gjithmonë, mos ka fjallë atyre për më ndëgjuar. Për që të arsye, ata do të jenë friguar shumë se ishke puna pozita, ishke çështje do të në rrezik pozita e tyre, ekzistenca e tyre politike, po ekonomike. Ata ka kuptu fort mirë që shtot profesor se kupti fjalën la ilaha illallah, edhe për që të arsye edhe çka e ka kundërshtuar. Dhe s'ka ndasht vetëm pas 23 viteve, kur Allahu xhaleshanuhu ata i poshtroi dhe i mundi, dhe muslimanët u bënën korën sukses dhe fitore, dhe u përhap dini islam. Po, prandaj, sa çështjet e besimit janë shumë me rëndësi në jetën tonë, që duhet na me pas parasysh që dhe thot ta kemi monoteizëm pastër zemrën tonë. S'kem nevojë ma asgjë tjetër dhe thot për me përziket besimin tonë të pastër, se është rreziku. Është rreziku. Po kalojmë në slajdin e 14. Prej kushteve të fjalës la ilaha illallah, se si me aplikue, masaro numër 1, fa'lam, me dituri. Nuk ka më hatër dhe me gjehel, po duhet me dituri. Po, që të thot kushtet e fjalës la ilaha illallah me dituri, të thot sakt për me gjithë ku është Allahu xhaleshanuhu besimi i pastër. Me pas bindje në zemër që s'ka dyshim më hiç Allahu është një. Po, la ilaha illallah kërkon sinqeritet prej neve, kërkon dituri prej neve, kërkon bindje prej neve, kërkon sinqeritet, kërkon do të thotë përkushtëshmëri, t'ja përkushtosh jetën tënde, do të thotë vazhdimisht të vdesish me la ilaha illallah. La ilaha illallah kërkon çdo gjë tjetër me kancelua dhe me fshi nga zemra jote përveç Allahu xhaleshanuhu. La ilaha illallah do të thotë ajo me qenë zemër tënde dhe lutjet e tua duhet gjithmonë mbi la ilaha illallah mu bazuar. La ilaha illallah kërkon prej teje ti mund nënshtrua urdrave të Allahu xhaleshanuhu. Nënshtrim komplet, total. La ilaha illallah kërkon prej teje edhe mos me pas në një gjes në një vepër çka ta kundërshton këtë nënshtrim. Ai e nënshtru Allah, po. Ai dorëzua ti, po. Ai ke besu ati, po. Libri ti, po. E tash
nuk bën me pas ndonjë fjalë, ndonjë vepër e cila e kundërshton këtë besim. Se nuk përputhen këta me la ilaha illallah. Se di besoj që jemi qartë këtë spjegim apo këtë interpretim, këta shumica sot nuk i din këta la ilaha illallah, po edhe besimi i doftit dikujt ka ndiku që dikush edhe shpejt runa Zot edhe me lo fen, edhe me shit fen, edhe më konvertu, më kalum, po religione tjera, fene tjera, pse pa dituri, jo i arsimum, jo i kulturun, jo me sinceritet, jo të thot i përgatitur shpirtresht, edhe për që të arsye edhe është bë vegël apo viktim e këtyre do thot po misionarëve të ndryshëm, dëshmitarëve të Jehovës, e krishterëve, protestantëve, e katolikëve tjera dhe e kanë lënë. Po, pa fjalën la ilaha illallah, kur e kuptojmë na me këto dimensione, kështu ku ta shtin jetën tënde, s'ka kush që ta thënë me kokën, s'ka kush që ta thënë në zemrën. Edhe me ta prej kokën, po edhe do thotë mu torturua si është rasti i muslimanëve, për ty çdo gjë ka vdek, përpos Allahut. Për ty la ilaha illallah, do thotë s'ka kush që ta heq nga zemra. Sa raste kemi në shokët e Hazreti Muhamedit alayhis salam janë torturuar, do thotë, e janë mbyt. E sa raste kemi në përburgje, por moderne sot, po janë myt. E sa raste do thotë na kemi, do thotë që muslimanët se ka ndru fenë në kohën e komunizmit, po kur i ka ushtru diktatori, ka urdhru me dal kafeja, me prish Ramazanin, s'kan pranu ata besimtar, gjyqëret e stërgjyqërit tanë. E sa miliona njerëz kanë mbyt, po kolonializmi francez e anglez në Algjir, në Gjezair, 60 milion njerëz kanë mbyt, po pse veç musliman, e në Afrikë, e vende tjera, ku dhe që tjenë pse, vetëm se la ilaha illallah. Edhe zatën krejtë sot kjo bota globalizmi shka u qunë kom, si dreqen shka janë qunë kom, Zot në animo. Vallaj ta keni me dhja mos harani vre jenë që kundër la ilaha illallah Muhammed Rasulullah vre. O, ju ka hi tuta në zemër, ju ka hi prej Koranit e prej la ilaha illallah Muhammed Rasulullah se muslimant po vinë. Ju ka hi, në andër ju ka hi se po vinë muslimant, po vinë ushtria islame, po vinë kopjet e Recep Tayyip Erdoganit e tjera, po hapet Hagia Sofia e para herë në koftë edhe neve edhe bara atyre besimtarëve që po na ndëgjojnë do thotë, edhe për çet arsye tani është ka bëhet kjo lojë e madhe politike, ekonomike, e shëndetësore, një Zot e din çfarë kurthe, çfarë plane kanë, po diçka ta kanë me dije. Qysh ka thënë Allahu në Kur'an, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Sa që dhezin ata zjarm me kall botën, me bo fitnë dhe fesat, kam e i shymë Allahu Gjeleshanu. Kam i pështru Allahu Gjeleshanu. Sa herë, kjo si fat i jahudive, i krishterve, po atyre që manipulojnë me kokat dhe pasurit e njerëzve, po qështu mi halakat njerëzit, po me në tranua fëmijët tane, familjet tane, e mi prish musliman me zveti e me pakua ardhin në për xhamia, shkomjen në për xhamia, me dopsu fejnë musliman në zemra tyre, ka e ta hilet e shejtanit e njerit që po mundon ata, vetëm frika nga la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. S'ka kur gjamë të ata, e kam pamo, rana, premtimet kota, moral, zero, familjet zero, po, lëm, këtë gjdo aspekt, po, atëherë, qysh? Pa tjetër do të me bo diçka se për ndryshe, frika këtyre, qështo është? Po, amaka, falni, adin, ignorant, feja islame nuk të torturon, edhe nëse vjen feja islame mirë se vjen, shifni historinë e fejes islame me civilizime tjera, që ka bo në përvendet botës. Asnjëherë si ka torturu të tjertë, i ka lënë të tjertë ta praktikojnë fejen e tyre, po ashtu si janë. I ka lënë të tjertë të lirë fejen e tyre, la ikraha fi din, s'ka dhunë fe, me zor asnjë nëse në shtim në fe, as nuk bën me shtim.
haram është, gjuna është, leja po, fe islame nuk bën pengesë bre. Për çka po vlasën për këta sistemet e fesë islame, këtë sistem bre, këtë ilm, fa'lem, ennehu la ilaha illallah, ta kesh me dije se s'ka zot tjetër vetëm një me dije, me ilm na jem të fol me dituri, si jem të fol me gjehel, o popull, o vlezër, o bot. E prandaj, kretje të llovi çka unë ka bë, ta keni me dije është, po la ilaha illallah. Për çet arsye edhe shahidat e fesë islame, dëshmorët e fesë islame, si profesor Sejid Kutbi, si profesor Hasan al-Banna, e tjerë, Imam Kardavi, el-Hudejbi, po Ebul Ala al-Maududi e tjerë, po librat e tyre ardhmëria kësaj feje. Ardhmëria inshallah e islamet dhe muslimanëve. Po vaj halli që muslimanët e kanë hub puslën, e kanë hub kontrollin në bot, nuk më din ka me shku, për që të arsye thashti kemi ardhë që t'jene mirë, po alhamdulillah ka fillu bota më ndryshua dhe më ardhë njerëz reformator, me ardhë njerëz me la ilaha illallah, dhe thot me këto dimensione, me këto kuptime, me këto dhe thot vizione për me nxerr botën nga zullumi, për me nxerr botën prej ibadet e l'ibad, prej adhurimit të njerëzve, ila ibadet i rabbil ibad, për me adhurua Allahun xhaleshanu, Zotin e njerëzve. Se sot njerëzit nga friga, po paroga, po i qesin nga puna, po i prishin kontratat, po dikush e ndron edhe fejen, edhe i beson njeriut, e feja islame ka ardhur me mbajt stabilitetin, besimin, adhurimin, vetëm Allah, la ilaha illallah, vetëm Allahu xhaleshanu. Po, ndërsa el-adala al-ijtimaie, drejtësia sociale, kjo duhet të praktikuar, distribuimi i drejtë më bëj i pasurisë dhe i buxhetit dhe i resurseve natyrore, po resurseve njerëzore, buxhetit përgjithshëm, distribuim të drejtë. Po, kjo është islam, s'kem nevojë shka më frigu për islamit, bre. Nur, dritë është, dritë. Po, këta e në kushtet e la ilaha illallah. Allahu të mjë në nështruar. Allahu të thët mi besuar. Me dituri, me bindje, me sinceritet, me përkushtim të madh, me dashuri të madhe, po dhe kështu me vazhdu jetën. Slajdi numër 15, prej kushteve të fjalës Muhammedu Rasulullah, që kërkon se nuk pranohet shahadeti vetëm la ilaha illallah pa Muhammed Rasulullah. Nëse dikush më donë me hi në fejnë islam e thot, eshhedu an la ilaha illallah dhe ndalet, a është musliman? Ja, nuk është musliman. Pa tjetër me kompletua u eshhedu anna Muhammed Rasulullah. Besimi Allah dhe i pejgamberit të dërguarit të tij është kusht për me qenë musliman. Dhe këtu na tani ja vojmë me dia atyre të cilën po mundohen, po për me gjetë një rrugë të mesëm, mes edhe religioneve tjera, krishtera apo protestante apo hebraike, po apo beson në Zot, s'ka gale miro puna. Çish marr miro puna? Ai po ta refuzon ty pejgamberin ton. Do shta edhe po ta sulmon, do shta edhe po tallet, do shta edhe po shkruan karikaturat që ka ndodhur në Francë, në Belgjike, vende tjera botës, po. Qysh? Nuk pranohet do të thotë ky besim nuk po besimi i pastër. Besimi i pastër kërkon la ilaha illallah plus Muhammed Rasulullah. Emni Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është përmend Kur'an. Shahadat eshhedu an la ilaha illallah në tehiyat wa eshhedu anna Muhammed Rasulullah. Ezanën kur po thrasim Allahu akbar, eshhedu an la ilaha illallah, eshhedu anna Muhammed Rasulullah. Po ikamet kur po bëjmë, eshhedu an la ilaha illallah, eshhedu anna Muhammed Rasulullah. Po kërcojmë na me dajt besimin në Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam. Prandaj edhe prej kushteve do më thonjes la ilaha illallah shahadetit, po çka nuk kupton se si ta aplikojmë jetën tonë, kërkohet që na do të thotë çka me ditë që pejgamberi është i dërguar i Allahu xhaleshanu, çdo gjë që ka fol duhet me besu me zemër, po dhe me dëshmuar me gojë. Me dëshmuar me gojë se ai është i dërguar i Allahu xhaleshanu për t'i udhëzuar, do thotë për ta udhëzuar njerëzin. Po, prej kushteve, po, të shahadetit, pjesës së dytë të Muhammed Rasulullah, do thotë, po, me besu çdo gjë që ka treguar dhe që ka
fol dhe çka është transmetuar tek ne nga sahabët, nga shokët e tij, dhe se çdo fjalë e Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam kur është folur nga goja e tij, është folur fjalë e vërtet, kur nuk e ka përdor gënjeshtrën, kur nuk ka rrejt alayhi salatu wassalam, se po mirë marrë për pejgamberit me thonë rrejt, po edhe kur ka qenë duke u mahit, po edhe kur ka qenë serioz, nga goja e tij gjithmonë ka dalë fjalë të vërteta. Ka thënë ja Rasulullah sahabët, ndonjëherë po mahitem me më shkruajt, po edhe mahit çka po i flet ti ndonjëherë, po ka thënë vallahi, ka thënë be po bëj. Edhe kur jam duke u mahitur me ju, edhe kur jam serioz, nga kjo gojë kurrë nuk den, vetëm hak dhe vërtet. Pastaj sahabët i kanë mësuar dhe kanë filluar me shkruajt, dhe këta nuk janë gojdhana, sikurse do xahila kanë dalë, e do hoxhallar kishe në fesë islame, e do djemtri, Allah ju zoft ata bre. Ku bre, shumë ran po më bre se si mësu me arab, në botën arabe, me kundërshtu, do thot me ateista e me sekulare, që kanë mësu në Francë, në Paris, ju ka shpërla truni, ju ka shpërla zemra, e kanë shkit vetën, marrin rroga pi atyne, e marrin bursa pi atyne, po jenë punësuar qendra të ndryshme kulturore e sociale, perëndimore, nuk po vjen interesant pi atyne se ata do të lehen për ata, po me dalë tash për shqiptarëve të Kosovës, për disa imambe që jenë përjashtu nga bashkia islame, e që bashkia islame më bëni halal, që nuk po merr masa me ndalë këto, duhet me marr masa do të thotë sigurimit për me ndalua këtë person se po njollos vetëm pejgamberin alayhis salam, Imam Buhariun e po njollos sheriatin islam, duke i trillua dyshime, duke përzi fesat, duke përzi fjalë, do thotë nuk bën kështu, haram është bre. Kujt po i shërben ky person kështu bre? Çfarë do të më thonë për një student i thjesht bre që kështu më ardh me botelashe bre? Kush ka problem me fen islame? Kush ka problem me hadith dhe Imam Buhariut? Qysh guxon bre mi thon ai bre gojdhana bre fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe çfarë xahili kur s'kum pa, çfarë rrënë mas 200 vjetin, 300 vjetë kanë filluar më shkruaj fjalët e pejgamberit. A ki mësuar në shkollë bre pak bre? Fjalët e pejgamberit janë shkruar, çat kohë u fol pejgamberi dhe Kur'ani është shkruajt bre. Një herë bili ka thënë, fjalët e mia mos mi shkruani, po se vetëm mos përzihet me Kur'an, shkruani vetëm për Kur'anin. Po masarena e ka liu ka ardh Ebu Shame, sahabiu i ndershëm, ka thënë po u ktubuli e bisha, shkruani hadithet. Ebu Hurajra si ka thënë, po sahabiut Abdullah ibn Abbasit e po Abu Amr i ka thënë, po atë shkruani, ata që kanë mësu hadithet. E me thonë kytë është, jenë shkru mas 200 vjetë, 300 vjetë, aty jenë përzi rranat, jenë përzi senet. Kusht ka thonë për të 200 vjetë, 300 vjetë, qka jenë të rrana bre e? Së vjenë marë me folme me këto rrana bre. A ki ledzu pa këti mustalah el hadith bre, të duinu sunne bre. 200 vjetë, 300 vjetë, edhe marës për vjenë me folme me këta rrana. Allah i të zovë bre, Allah i të zovë bre. Hadithet e pejgamberit vjen shkrut, që nga dita e parë bre? Që nga dita e parë të konë gjallë Muhamedi alayhis salam kanë filluar më shkrujt e sahabët. A bedin që Arab kanë pas kokë gjeni, kanë mësu me mia vargje e me mia hadithe, se kanë pas kryt tandën, si tandën këtë shosh, kur gjë mos me mësu për mensh. Që me ta lip një hadith, ty lexon ati me rronj e me zinxhir, nuk je gjendje me qut se i ska emre që qanë bre. E po thuj gojdhana. Allah i të zoft. Këta jenë ata shto klysht, falni që po shprejmë të që po shërbejnë tani, një zotë e din, po kuna i shërbejnë, ata i shërbejnë Iranit, a i shërbejnë orientalista, ba dreqim me dit ata, po bërq, po apelojnë nga këmbimber, po bashkësis islame, autoriteteve, ata duhet me ndërmarë masa. Allah, masa duhet me ndërmarë me ndalë ata. Se të bo kërdi o të bo me ato derset e tia, me ato ligjeratet e tia të shejtanit. Si shejtan, të përzi, kinë sa është imam Kardavi, kinë sa është imam Muhammed Ghazali, kinë sa është imam profesor Sejt Kutbi, të më uli me debatuaj.
Ja, jam ka të ky hoxha, jam ka të ky profesor, jam ka të ky, jam ka të ky. To, ti mush me thonë 100 veta i kom pa. Po cilën e ke qenë? Te në skajnë. Cilën shkollë ke kryti? Se po mos po ndalet bataria e telefonit. Më falni vëllezër të ndershëm se fjala la ilaha illallah do thotë nuk kupton nga ne këto gjërat e duhet shumë me pas kujdes se si po i aplikojmë jetën tonë. E kalojmë slajdin numër 16 për përshtyllave la ilaha illallah, kur njeriu beson në la ilaha illallah, atëherë edhe ruhen nga shirku, ka idhujtaria sepse shirku, idhujtaria është nëna e gjitha të këqijave, po e këtu sheriati i Islam edhe Kurani neve na mëson apo si na kanë shpjeguar dietarët, po kanë shpjeguar që ka shirk të madh, ka edhe shirk të vogël, po e shirk të madh në Zot, idhujtari të madh me bë me besuar Zotin tjetër, së bashku me Allahun xhaleshanu, me beson 2 Zot apo më shumë, ajo qet prej feje, ti prish gjitha punë, kur gjon skema të Allahut xhaleshanu, ndërsa shirk të vogël po kanë shpjeguar dietar, janë do thotë çka ndonjëherë po kur futën në zemrën njeriu do thotë si hipokrizia, si do thotë sa përsye faqe, mi bë punë do thotë jo sinqeriteti, i bën punë si bën bash 100% për Allah, po i bën edhe për dikon tjetër, e këtë është lloj shirku i vogël, atë këto janë gjuna të vogla, do thotë me pas parasysh se kuptimi la ilaha illallah nuk kupton me pastru zemrën, edhe prej shirkut të madh, edhe prej shirkut të vogël. Hiç, vetëm për Allah me bë. Edhe prej komenteve të fesë islame që kanë kërku vetëm për Allah, po çka? Sinqeriteti. Kur e kanë shpjeguar çka është ikhlas apo sinqeriteti, është do të thotë kur ta bëni punë, bëni për Allah. Edhe mos prit falënderim nga njerëzit. Të falënderuan apo jo, të thanë Allah është përbleft apo jo, ta shkruajtën emrin dikun apo jo, ta dhanë ai diplom, mirë jo apo jo, të thotë ato gjërat hiç i zemrës. Kjo është ai sinqeriteti vërtet që mos me pas asgjë në zemër përpos Allahut xhaleshanu. Prej historia shirkut se si ka kaluar, po ka filluar qysh herët te djemtë e Ademit alayhis salam, do thotë, po ka filluar qysh do thotë kurin kom popullin Nuhit alayhis salam, ato burrat e mirë, pastaj kur kanë ndek ato burrat e mirë, disa kanë ndërtuar po statuj atyre burrave të mirë, e kanë gjitë emrat atyre statujve, po skulpturave që i kanë bë putave, dhe i kanë gjitë emrat e tyre, dhe kanë filluar pastaj me besu atyre do thotë atyre putave, edhe kështu Kurani tregon. Pastaj ka kaluar shirku do thotë kohën e Musës alayhis salam, kur ata i besuan viçit, pastaj kohën e Hazreti Isës, kur Isa alayhis salam do thotë sta kon gjallë, thirrën besimin në Zot, po kur u ngrit në qiell, erdhën studentët e tij, Polsi, po Paulli apo Polsi e tjera, edhe e futën Trinitetin, e futën do thotë preshin dhe ja prishin këtë besimet, po pastaj shirku kohën e Muhamedit alayhis salam çysh ka ardhur, po ta arabët do të thonë shirku çysh ka ardhur, ka filluar do thotë pinja arabit i cili po quhet Amr ibn Luhay al-Khuzai, po ka ardhur nga Shami, nga tokat e Shamit, nga Jordani, nga Siria dhe i ka bajt do thotë Hijaz tek nena disa putra. Kështu fillon historia do thotë e idhujtarisë, çysh ka filluar, po ashtu, dërsa shirku të muslimanëve në përgjithësi tani kanë filluar do thotë edhe në historinë e Fatimive, të Shiave, po kur ka filluar po me ndërtu varret e përmi varre me ndërtu do thotë edhe minaret që kanë më disa vende të na, me ndërtu edhe varrin e madh, po edhe kështu kanë filluar mu deviju jo tyrbe ndryshme, e këta gjanat këtë duhet s'kan vend fenë islame. S'kan vend, s'kan hiç. Ta këtë e prishin besimin. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Allah i ka thënë pejgamberit alayhis salam, ty është shpallur edhe para teje, pejgamberëve të tjerë, le in ashrakta, nëse bën shirk te Allahut, le yahbatanna amaluk, ka më të prish këtë puna, këtë sevap që ai ke bën, ka më të prish, ka më të hub. Wala takunanna min al-khasirin. Po, prandaj shumë do të pas kujdes te puna e shirkut se e prish besimin. Dënimi dhe rreziku i shirkut, slajdi numër 18, po Allahu xhaleshanuhu kush des me këtë shirk, do thotë nuk ja fal atij, se ajeti Kur'anit po thotë inna Allah
la yaghfiru an yushraka bihi. Allah nuk ja fal dikujt çka i bën shirk Allah. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Po. Ai i cili bën shirk do thot ai edhe del prej fesë islame, nëse nuk pendohet të kthehet në islam, atëherë ligjet e islamit për këtë njeri dihet do thot po çfarë dënimi ka, po xhenet ai mushriki po është mustahil, është vdek, do thot pa mundur me hi, po edhe Allahu xhaleshanuhu pi atij njeri të dhujtar asnjë vepër të mirë s'ia pranon. To sa i përket po çështjet e fjalës la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dhe çka kanë bëjnë me rëndësinë e besimit të pastër dhe rrezikut të shirkit apo të idhujtarisë. Ky ishte rreth komentimin vetëm një kushti i parë, shtyllës parë. Çka u fol tani çështu për shtyllën e parë, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, po se si aplikohet jetën tonë, kushti i dytë namazi, zekati, agjerimi, haxhilloku, edhe këto katër kushte tjera, edhe këta kanë ato efektet e tyre dhe dimensionet e tyre. Do të thotë, nëse unë tash fali namaz, apo jo musliman, nga ky namaz pritet që unë ta kem besimin e pastër dhe të jemi moralshëm dhe mos më vepra të dyta. Se namazi Allah po thotë inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, se namazi ta ndalon nga veprat e këqija dhe të dyta. Po ai cili tani e jep zakatin, po Allah të ka dhënë pasuri, po tani ki kujdes se etika dhënjes së pasurisë, se si kemi komentuar më herët, po edhe etika faljes namazit dhe etika agjerimit Ramazanit, do thotë si qëndron ai i cili jep pasurinë, do të bën atij çka i jep të varfërin me poshtruar, apo me shku pastaj atij me thonë se unë ty të kam ndihmu, unë ty të kam dhënë, unë ta kam shpëtu jetën, mos ti shako unë ti kishe marrë, ti kishe dek, çështu, po kjo s'është etik. Do thotë kushti i zakatit e lyp që nëse ti jep zakatin, jo kështu me vepruar. Kushti i dytë i namazit, nëse ti e fal namazin, kërkohet nga te do thotë çka? Me qenë i sjellshëm dhe i moralshëm dhe i larg prej veprave të dyta. Edhe çka më rëndësi në Kur'an, po aqimu salat, gjithmonë është përmendur po aqimu, iqamatu salat. Namazi dyshosh sikur se më kon i rat, naje, e thashtë sikur se ky lafz më kon i tok, pra, aqim e çon. E tani do thot me mirëmbajt. Qëllimi është me mirëmbajt rregullisht, vazhdimisht. Jo të për një kohë edhe apet me lomë të borzu, jo. Po mbani gjithmonë namazin, kërkoni ndihmë të Allahu xhaleshano me namaz. Wasta'inu bis sabri was salat. Po, kërkoni ndihmë me durim dhe me namaz të Allahu xhaleshano. Çështu edhe puna e haxhillokut, kushtit. Ai agjerimit, ai cili agjeron, nuk mjafton me të me agjerim formal, po duhet do të thotë edhe me qenë kujdesshëm, me gjumë, me sy, me dorë, e me vepra, pse agjerimi, etika e agjerimit kërkon që këto pasojat pozitive të jenë si rezultati i agjerimit. Po, ashtu edhe haxhillokut, ai cili shkon qabe, po, duhet me qenë njeri shembull, pse i ka vizitu këto vendet, ka kryer një obligim të Allahu xhaleshanu, sa ka që në haxh atje nuk ka përdor fjalën dyta, nuk është nervozu apo me dikon tjetër, nuk ka bë bela me dikon tjetër, po dhe ka vazhdu, do thotë ashtu si duhet me qenë. E unë vetëm sonte shkurtimisht kushtin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, kushtet e tyre. Çka kërkon la ilaha illallah nga ne? Po e shpjegum këtë sistemin e besimit. Normal, për detalet tani me hi edhe namazin, agjerimin, zekatin, po kështu detajisht na duhet një kohë, akoma neve ma gjatë dhe ma shumë me e argumentua do të këta fjalë me Kur'an dhe me sunnet të Muhamedit alayhi salatu vesselam. Po besoj që sa të parë më laksem dhe po vim në fund të sistemit të besimit, pas tyre 3 takimeve apo 3 emisioneve, 3 ligjëratave, 3 jave, po që kjo është ai besimi islam. Besimin në Allahun xhaleshano me 6 kushte, 5 kushtet e islamit, namazi,
agjerimi, Ramazani, shahadeti, haxhilloku, po kështu kompletohet muslimani. Dhe ta bashkëpunon me zveti këto mekanizmat e namazit, agjerimi, dhe thot ta gjithmonë duhet me qenë aktive në jetën e muslimanit me dëshmua fejen e vërtet. Lusë Allahun për me na ndihmua, për me na i falë gjunahet tona, për me na shpërblyje edhe neve dhe jua, për kohën tuaj, për kujdesin tuaj, për interesimin tuaj, për vëmendjen tuaj, dhe po bëjmë me kaq, po mjaftojmë sonte emisionin ton. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Faleminderit shumë profesor për shpjegimet në këtë emision të sonte. Sigurisht ne do të kalojmë në pjesën e pyetjeve dhe përgjigjeve që do thotë që do t'i japim për dëgjuesit tanë. Sigurisht konsiderojmë edhe që nga ky moment të gjitha linjat telefonike të hapura dhe ju që po na dëgjoni mund të inkuadroheni në +383 44 888 698 nëpërmes Viber, WhatsApp dhe nëpërmes Skype-it është adresa Radio Dituria Islame. Nderuar profesor, ne do të nisim me pyetjet që kanë arritur. Është nga Hoxh Drilongashi pyetje që ka arritur. Thot: përshëndetje profesor i nderuar, kisha një pyetje. Ku është argumenti bindës se detyra e melajkeve është lëshimi i shirave dhe furnizimi i riskut? Thot: a mjafton hadithet ahad si argument në akide, nëse dikush nuk i beson haditheve e kësaj kategorie, çfarë norme sheriatike ka? Do ju falemderit, kjo është, por po. Shikues të nderuar, këto çështjet janë të debatuara në universitet shumë mirë. Dhe se burimet e sheriatit që i kemi na, i kemi shumë të mirë të ditura në Kur'an, në sunet, në ijma dhe në qiyas. Këta janë burimet e muttafaq alejha, masadir at-tashri' al-islami al-muttafaq alejha. Prandaj çështja e melaqeve është në Kur'an e definuar, janë krijesë hak, nuk ka dyshim fare. Të thot shumë ajete kemi shpjeguar në sistemin e besimit që melaqet të thot po kanë obligime të shumta dhe disa prej tyre janë të përmendura në Kur'an, disa emra janë të përmendura, disa jo, e disa kanë ardhur në burime të Muhamedit, në fjalë të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Prandaj, si esencë, si realitet, çka është khalq, krijesë e Allahut, që na nuk i shohim ata, janë ghaib, po ajo hak dhe Kur'ani ka vërtetu. E tash, Kur'ani, prej natyrës e Kur'anit, po nuk i spjegon gjithmonë Kur'anit detalet tërësisht. Do gjana i kalon dorë të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Këtë vërteton edhe Allahu xhalla shanuhu, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ta kemi zbrit ty Kur'anin që ti tua komentosh njerëzve atë çka po të shpallet ty nga Allahu. Ajo çka po të shpallet, revelata çka po të shpallet, ty ta kemi dhënë autoritetin, ti me bë bejan, ti me e treguar. Me fjalë tjera, ti me shtua nga ti, do të thotë. E kur Muhamedi alayhis salam flet, Kur'ani neve na thot se ai thot: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa." Se ai nuk flet nga hawa, nga epshi i tij, nga dëshira e tij. Po çdo fjalë që del nga goja e Hazreti Muhamedit alayhis salam është hak, është e vërtetë. Prandaj puna e melaqeve të shiut, e riskut, mbarku në nënës ta transmetohet hadithe të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Po, që do thot kjo nuk krahasohet apo nuk ngritet kjo çështje e lajmit, që detyrat e melaqeve nuk krahasohet si me çështje që i ka përmend Kur'ani ditës Kiametit, për shembull, çka do të bëhet në xhenet, fjala apo vjen dënimi në xhenet, në xhenem, apo hyrja në xhenet, ajo bota tjetër. Po
Kurani, fjala Muhamedit alayhis salam këta i përmend, po këta do thotë nuk futen në atë rangun që do thotë duhet me pas sipas pyetësit me pas ahadith mutawatira. Ahadith mutawatira që kanë ardhur grup pas grupi, xhamat pas xhamat, hadithet vërtetën është numri pak. Prandaj shaj për këtë çështje së besimit, ne e kemi Kur'anin, e kemi edhe hadithet e vërteta mutawatira, po kemi edhe hadithe tjetra, pse janë ahad, po janë të vërteta dhe nuk guxojmë ata mi refuzuar. Bile dietarët, kjo është e definuar në shkencën e hadithit. Terminologjinë hadithet do thotë edhe me hadithet dobta punohet vepra të mira. Preferohet me punu vepra të mira me hadithet dobta. Argumentohet. Ndërsa me laçet detyrat e tyre çka thash, furnizimin me rizq apo me shi, po ta transmeton mbi burimeve tjera, edhe nëse nuk janë mutawatir sipas pyetësit, kjo nuk çon pesh hiç, pa ajo është hak dhe duhet me besuar. Dhe nuk guxojmë na me i refuzuar. Dhe çdo refuzim i atyre do thotë jetu refuzu tani ti synetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që nën kupton syneti po fjalët e tija, veprat e tija dhe pëlqimet e tija. Prandaj çdo çështje e fesë nuk ka hadith mutawatir. To shtien krye këto, duhet me besu mirë to. Po, asnjë profesor nuk e thot në universitet. Po, çështja edhe dënimi i dvorit, po, edhe pse në hadithet ahad, ajo është hak. Po, çështja me laçe ardhe Xhibrilit alayhis salam. A guxonti më mohu prezencën e Xhibrilit? A guxonti më mohu prezencën e melaçeve? Elhamdulillah, fatiri samawati wal ard, ja'il al malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Melaçet, krijesat mëdhaja kanë 2 palë kri, 3 palë kri, po 4 palë kri. Kurani ka mjaftuar me çekaç. Po hadithi pejgamberit alayhis salam po thotë kur e ka pa një Xhibrilin e ka pa me 500 palë kri bre, lahu 500 janah. Nga çdo krah tjetër largësi e madhe. E truni yt është i dopt me kuptua këta. Dhe nuk guxon me refuzua, dhe kjo nuk ka nevojë më përmend Kur'an me besu, po këtë ka përmend pejgamberi alayhis salam. Do është hak. Po, nuk bën mi dhon shejtanit mundësi me të bë vezvese, jo ahad, jo mutawatir, jo këta sene, këta gjanat, hiç nuk ka nevojë populli jonë ka besimin në zemër. Po, edhe muslimani që ndoshta ka besimin në zemër, edhe këto gjanat debatohen rrethana kur je me studentën, klas me student në universitet, po rrethana ku është mezhlisi i ilmit, ku do thotë janë gjë dietar që kuptojnë, ama publikisht këto gjana nuk debatohen. As nuk është mençuri me i debatua këta gjanat, sepse debatimi i këtyre gjanave, po, dhe pasojat që kanë dalë nga këta gjanat, është më e madhe dhe më e keqe se sa hajri. Ai mençuri, po nuk i hap këta temat. Çka debatohen mesin e ulemave? Po, mesin e ulemave na shumë, sikurse salla operatorit bre, hiç bre, shumë kupton këto, sikurse salla operatorit, aty mjeku çka operon po pacientin. Po, aty gjithë çka bëhet atë sallën operacionit do thotë, por kur dal tash sallën në përgjithësi para popullit, po dal pacienti normal, del mjeku po, dhe nuk tregon se çka bën aty operimit se. Atë çështë e shariatit, argumentimit, do hon fabrik, aty analizat, laborator, po analizojmë, tu studiu, tu asim, mirë po, çka japim ne studentëve tanë, si udhëzojmë na studentët tanë, po dalim me gjana do thotë përfund gjana do thotë komplet, apo si me thonë, të diskutuara, të kryera, më nuk ka të nevojë shybe me bëma. Ata cilët po bëjnë shybe, që po bëjnë dyshime që është po, ata njerëz smut atim, çka po them, si arab, si disa në perëndime, si shqiptar, kush do që t'jenë ata, po, ata janë njerëz smut për mendimin tim do thotë, sepse çifti Muhammed Shahrurit, ati sirianit, çifti Nasr Hamid Abu Zaid, ati egjiptasit holandez, apo ati sirianit rus, apo ati Hamid që është Gjermani që e ka, po Sanduq al-Aswad, apo ati që ata egjiptasit tjetër që e ka al-Batt al-Aswad programin, Shota e Zez, apo ati palestinezit krishter që në Zvicër, po e dhib, Sami dhib, po ai po kritikon Kur'anin, po fol për kirajet, njerëz smut ata, njerëz të shërby shejtanit, njerëz
ty shërbi do të thotë armikut, po me fillu me, do me thonë me gjithë pasojat apo gabimet Kur'an. Prandaj argumentet e Melaçe vjen Kur'an, janë hadithe vërteta dhe këtu do të thotë nuk ka as pak fije dyshimi, dhe kjo është ajo akidja besimi Ahlus Sunna wal Jamaa dhe dietarëve dhe profesorëve ulemave, si Unioni Dietarëve Islam këtu në Katar, si në Rabita në Mekë, po si në Kuwait, po si çdo kënd bo, si në Mauritani, po. E tash normal shërbëstë e orientalistave, francezëve, po Sorbonit kanë qenë çdo kohë dhe dalin çdo kohë, ata duhet me bë diçka me arsye të rrogën e tyre, me arsye të do thotë bukën e tyre, duhet me tolloviç ashtu. Mirë shkruajt ku për ata gjynohet, faqet e zeza, mi mallku historia për ata. Marë i koft arabëve bre, qifti Muhammed Arkunit, Nasr Hamed Abu Zeid më ardh me thonë Kurani jo, ka të bëj me një kohë gjeografike caktun, ka të bëj me një periudhë caktun, ka të bëj me një popull caktun, po është për një periudhë kohore caktun. Jo, Kurani nuk është duhet me krahasu me Biblën, studimet lingvistike, duhet me analizue, po dhe në mënyrë me ardhë të shkatrimi vahjit. Me ardhë, do thotë me këput vahjin, me këput Kurani për qiellit. Që kjo është ai qëllimi aty në armiqve të fesë islame vre. E jepsha Londër magjistratur këtu, Qatar Foundation, po fakultetin e studimeve islame, po El Muqarabat El Gharbiyya fi Darasat El Quraniyya. Ato si me thonë, qasjet perëndimore në studimet Kuranit, e një prej atyre Gol Ziheri, e Joseph Shahti, po Richard Bell, e tjera, ata jahudit e mëdhaj kështu e kanë mësu bre. Ata jahudit e mëdhaj, po Blasheri e tjerë, kështu i kanë mësu popujt e tyre edhe kanë shkrujt, duhet me luftu vahjit. Ska kirajete, ska shpallje, ska Melaçe, ska do thot diçka tjetër, ska Kurani si Bibla. Kurani është i marrën pi Tevratit, Kurani është i marrën pi Biblës. Nuk ka diçka vahji tjetër. Kjo taktika e jahudive bre. Po duhet me kuptu pyetsi edhe çdo kush çka se ka kuptu shariatin bre. Po të mutut pi Allahu xhaleshanu mi çukta pluhun këto skepticizmat e këto dyshimet. Duhet mutut bre se vret Zoti xhaleshanu. Prandaj çdo kush gabon. Mirë po, kur gabohet gabimi me qëllim, atër si falet. Ma me gabohet, unë gaboj, po kthehem. Edhe nëse kërkoj falje publikisht, kjo nerë për mu është privilegj për mu. Po nëse vazhdoj gabim, atër ka me ta që Allahu xhaleshanu ty dikon, që ka me të sulmu, ka me të bëhë horë, gjallë i deken. Si kemi raste gjithashti. Vallahi kemi raste njerëz që kanë sulmu fen, e kanë kritiku Kur'anin e Hazreti Muhamedit alayhis salam, Allahu i ka thënë atyre njerëz i ka bëu hor dynja para se me vdek ata. Besoj që i pyet si ka marrë vesh përgjigjen, çka janë përgjigj, me që kaq mjaftoj se nuk do të desha më përgjigj mirë, po la yajuzu sukut waqt al-hajati ila al-bayan, është rregullore shariatit e fesë, nuk bën me hesht kur është koha me bë bejan, me deklaru dhe me tregu, nuk bën me hesht. E pashtë arsyeshme sonte diçka me tregu se ka mala shumë, po mjafton që kaq atë. Alhamdulillah. Pyetja tjetër moderator. Po, e ka bërë edhe një pyetje tjetër, do thotë Imami Drilan Gashi. Thotë kisha edhe një pyetje tjetër nëse s'bëmi tepër, thotë nëse një dietar i jep ajetit kuptim ezoterik, a do të thotë kjo se e ka mohuar ajetin kuranor, pasi siç thotë hadithi, çdo ajet e ka zehrin dhe batinin e tij. Qofshi i bekuar. Përfundon mesazhi i Drilan. Për këtë çështje kemi fol ligjëratat, le të referohen ligjëratat e kur për shkencën e tefsirit London, që 25 vite që i japim këtë London për qawaid e tefsir, po është mesele ajo ana ezoterike apo jashtme, dhe ajo ana brendshme, po ka kuptime. Dhe ka tefsira, i thënë tefsir al-ishari apo tefsir al-dhahiri apo tefsir al-batini. I jashtëm apo i brendshëm. Po çka on kusht, duhet kuptimi i jashtëm dhe kuptimi i brendshëm me pas harmoni, mu përputh me zveti, mu pajtu me zveti. Dhe nuk guxon asesi kuptimi i brendshëm i shpirtëror i ajetit me kundërshtu kuptimin e jashtëm. Në ato momente që lind kundërshtim
kuptimi i brendshëm, kuptimi i jashtëm refuzohet me njëherë. Kjo rregullore prej rregulloreve të tefsirit Kur'anit. Po, prandaj çdo kuptim i Kur'anit, sipas kontekstit, studio struktura fjalës, struktura jetit. Po, es-siyaq, es-sibaq përpara, wal-lihaq, çka ka përmas, pastaj japim hukmin çka do të thonë ajeti. Po, edhe nëse ka tani, po, kuptimet fshefta që struktura jashtme nuk po tregon, atëherë e kthyrëm atë kuptimin e brendshëm. Apo përputhet me ligjet e shariatit, apo përputhet me direktivat e fesë islame, apo përputhet me parimet e fesë islame. Si të përputhet, është i mirë sa ardhur. Si nuk përputhet, po refuzohet. Kemi treguar ligjëratat, refleksionet koranore, le të referohet pyetësi i nderuar refleksionet koranore Ramazan. Një 7-8 refleksione po sa i përket po jahudit, kur jenë mundua për mos me gjujt peshqi apo delfina, po ditën e shtunë, po çka kanë bë ata në gjumon në mbrëmje e kanë lëshuar rjetat e tyre në deti aty, po i kanë lëshuar do thotë rjetin, e shtunën në sabah ata vetë fizikisht s'kan shkuar, po me gjujt peshqi aty apo me zon, po e kanë ardhur pastaj. Pi deti i ka qit jashtë deti, ditën e shtunë këtë kanë met aty, po zonën do thotë peshqit. Ta kanë shku në dillën e kanë marrë. Çfarë hile kanë bërë? Kanë manipuluar ajeti i Kuranit, do të thotë urdhri ka ardhur që rrok dënim pi Allahit mos gjuni ditën e shtunë, po ata çka kanë bërë? Tash i kanë shku çka i kanë gjujt pramtën mbrëmje dhe e kanë marrë dillën, i kanë marrë me recetin apo rezultatin. E kjo punë është shëmtuar dhe Allah i ka kritikuar ta Kur'an dhe i ka mallkuar. A shembulli tjetër është, ku më marr fjala po vjen te idha ja nasrullahi tash, kuptim tjetër. Po, kur i ka thënë Ibn Abbasi edhe u kon me xhlis aty, po idha ja nasrullahi kur ndihma Allahu xhaleshanu vjen, kuptimi i surës shkurtimisht, po edhe ta bone Allahu ty nasip me pa hapjen e Mekës, çlirimin e Mekës. Filluan njerëzit me hyn fe, grupe, po, fillon me hyn fe, atëherë Allahu xhaleshanu i tha Muhamedit alayhis salam, po, tasabbih bihamdi rabbik, bani tasbih Allahu xhaleshanu sa të mundesh, wastaghfir, edhe kërkoj falje Allahu xhaleshanu, innahu kana tawwaba. Ky kuptimi i jashtëm i ajetit, s'ka kurrë. Po Ibn Abbasi edhe Hazreti Umeri, po i pyeti aty pleqt, po apo kuptoni diçka pikë kësaj surës që ka zbrit? Ka thënë jo valla, vetëm Allahu xhaleshanu po thot që Allahu ty kur ta jep, domethënë që ta ka dhënë atë ndihmën, hapjen e Mekës, çlirimin e Mekës, e kjo është një ndihmë e madhe. Falëndero Allahun xhaleshanu, lutju Allah, thuaj shishur Zotit. Jo, ka thënë. Asnjëri prej sahabëve s'ka kuptuar, vetëm Ibn Abbasi, djali i Axhës së Muhamedit alayhis salam. Hazreti Umeri po se kjo sure në ngërthen vete lajmin, mesazhin se i ka ardhur gjeli Hazreti Muhamedit alayhis salam. Kësaj i thënë tefsir al-Ishari. Domethënë tefsir koment i Kuranit, domethënë çka ngërthen apo si më thon, delaj kuptimi nga teksti i brendshëm, do thënë nga shpirti i tekstit. Nëse tash ky kuptimi pajtohet çka thash, me atë anën e jashtme, nuk kundërshtohet, atëherë është i mirë sa ardhur. E ma tash me bë me ardh, dikush tash sikurse shijat, sikurse disa dalale çka janë. Po mi marr me lut me tekstet koranore, me lut me gjuhën arabe dhe punën e me shpjegu çish ka thënë Allahu xhaleshanu, Hazreti Musa i ka thënë popullit vet se Allahu po i urdhron juve me prej një lop. E kanë komentuar ata tefsiret e devijuar lopës, i ka thënë Hazreti Aisha. Po kur janë nisën me lut me terminologji, me fjalë, me rregullore gjuhës arabe, me gramatik, atëherë ata janë njerëz për mua barllok atë. Janë njerëz që gjunahu më hubkohen me ata që në zgjuhën, në stilin e gjuhës arabe, kur si kanë thënë bre njeriu të Bakara bre. Po Bakara lopa, e njeriu njeri atë. E çysh po gozën këta mi thon tash ti, po komentimet e devijuara, po lopës me thazër të Aishës. A'udhu billahi. Apo tefsirat moderne,
sot që kanë dalë, që kemi komentuar edhe më herët po problem pyetje, jo pyetje që nuk i ndëgjojnë këta ligjëratat akademike, me komentu guralecat po me mikrobe, kur kanë ardhur ushtrinë e Abrahas në qabe kur kanë gjujt zoq me guraleca, tarmihim bi hijara, i kanë gjujt me guraleca forta, pjekura po, si gjil, po, karta është për tefsirave dhe kush ka dhe, jo, ka tha, s'ka na guraleca, mikroba, ata zoq kanë pas, dhe më thonë, mikrobe në thajtë, kampët e tyre, apo thajtë e tyre, dhe i kanë infektu me mikrobe dhe ka qenë epidemi. Bre, Kurani për thot hijare, guri, guralec, po i gjujnë ata, që është gëzën të imi thonë gjurthume, atin gurit me manipulu me tekste e me gramatik gjuhës arabe. Ata cilët nuk e njojnë ambëlsire në gjuhës arabe, se njojnë arabishten, jenë sakat për arabishtes, jenë sakat për reguloreve të arabishtes, po pe ilm al-bayan, ilm al-maani, wal-bedi' wal-balaga, po nahu was-sarf e tjera, ata është vështirë. Dhe sot asa dite përkthimet e Kuranit, si Hoxha Sherifit rahmeti pa shpirti, Haxhi Sherifit e Hoxha Hasan Nahit rahmeti pa shpirti, profesor Fetim Mehdiut, këto përkthimet tash të punuesi që një vjet janë të punu studime komparative me këta, s'pëm knaqin, shumë herë përkthime s'pëm knaq, kur kunës janë disa vende. Dikun pajtohen, po dikun, teksti janë larë, krejt. Gjë që është obligim, ata cilët e njojnë gjuhën, e njojnë arabishtën, një ekip, në mënyrë institucional, dhe me një komentim tjetër të Kuranit me shkrujt, dhe thot, dhe mi pas parasysh këto do thot këtë dimensionet dhe fshepsira dhe sekretet e gjuhës arabe. Pëse që isha i qarë shumë shkurt që është jetë për pyetjen dhe kalon pyetjen të tjera Allah i rujt se në objektiv me qenë edhe për kohën. Patjetër. Pyetja radhës që vjen doktor është nga një dëgjues thotë jam i liri dhe po ju shkruaj nga Lucerni. Desha thotë të pyes Hoxhën nëse një prej muslimanëve thot nuk i ka në zbatim 100% këto 5 shtylla të islamit, a do të thotë që nuk është musliman, dhe nëse në ndonjëra prej tyre i mungon, a mund të dënohet për shkak të mëkatit të asaj shtylle që i mungon në zbatueshmëri, apo dënimi mund të vije për të gjitha një lloj? Jo. Nëse mungon diçka ti, ai ka mu llogarit vetëm për ata. Ti je musliman, elhamdulillah, përderisa, domethënë, e ki shahadetin, e ki namazin, apo e ki agjerimin, po se ki namazin, e ki zeqatin, po se ki namazin. Qata çka i ki, për qata ki me marrë llogari, qata çka të mungojnë, për qata do të llogaritesh. Shumë lehtë është. Ose me fjalë tjera, po e ke ndërtuar shtëpinë tënde, villën tënde e ke ndërtuar në Lucern, atje në Zvicër, Allahu trujt kudo që t'japon, Kosovë, Maqedoni, po mirë, po ajo villa ka nisë që tash i ka pa shtyllat, çka njëra shtyll, armaturat kanë pëshpëshien, tjetra maltere ka filluar me mera, po vena kulmi ka filluar ka pak do qerimi dhe kanë fluturuar, ti shtëpia u shtëpi që ndan. Po ai mençuri, a le çashtu? Jo, ai ngon, e bën me rahmet. Dhe nuk e lë mu shkatërru, mu dobësu më shumë. Kështu është edhe Alli dierit aty. E ki Ramazanin, elhamdulillah. Po namazin se kije, dije që ti je musliman, po nuk ka tamam. Nuk është komplet. Mungon një shtyllë dhe çfarë është shtylla? Që është rata, shku ta qon ti do thotë për tjetër, atër ndërtesa jote ka me qenë ndërtesa besimit e punë. A ti je musliman. Ti nuk del për besimit, dhe stakfirullah. Jo. Pruna zot, në bo ti mutalla, po me lut hajgare me diçka, jo, atër na kem fjalë tjera. Ema, për drejsa, për edhin ti ku ndopsia, për edhin ti ku është, me thonë, për edhin ku është mungesa, inshallah, një ditë, inshallah, do ta kompleton, Allah ndihmoft, sukses në jetën tonë, inshallah. Amin. Po, doktor, me pyetje, po thuj se veç kemi mbaruar, sigurisht që kemi zakon në fund të emisionit
do t'i shfaqim disa prej komenteve që janë shkruar nga dëgjuesit tonë dhe padyshim i falenderojmë për komentimet e tyre edhe për Faleminderit. që Allah i shpërblet dhe ata dhe na me zemër i falenderojmë dhe lutemi për ata dhe besoj që kemi qenë qartë këtë mesazhin ton, këtë metodën ton, edhe pse po kemi të emocionuar, mirë po kemi qenë për Allah dhe tema ka qenë shumë sensitive dhe se s'kemi prit do pyetje, ka disa pyetje me arë kështu mirë, po besoj që përgjigja inshallah ka qenë anë ta kemi ditë dhe kam përfituar diçka nëse nuk dojnë jenë të lirë, çdo kush është i lirë. Ju falenderoj sinqerisht që kurse nderuar moderatorët dhe juve dhe inshallah shihemi në javën e ardhshme. Amin. Për të tonë. Amin inshallah. Po ashtu që mos i mbetem borxh, do thotë është një mesazh i shkruar në Viber nga Rineta Nitaj, thotë desha të falenderoj profesorin e nderuar dhe thotë ndjehemi krenore gjithë Kosova dhe për të dhe Zoti Allah është gjithat mirat e botës, e shumë komplimente do thotë që i ka shkruar dëgjuesja në Viber, mesazhin e tillë do thotë nuk arritëm ta publikojmë për shkak se këto mesazhe që i publikuam në ekran janë nga live streami në Facebook, do thotë faqja zyrtare. Ashtu dhe ky mesazh meriton të publikohet me plot respekt afëz Rinetes dhe motrës saj Fatime Rinetes, edhe shikuesve të tjerë, Allahu i ruajt edhe ata. Ata do t'jeni gjenerata ardhshme për Kosovën dhe për umetin islam dhe ne jemi krenar që po na përcjellin dhe i mirëpresim kritikat, vërejtjet e pyetjet e tyre. Edhe unë i falenderoj ata sinqerisht dhe lutem për ata me zemër që t'jenë suksesshëm dhe Allahu t'i ruaj nga çdo e keqe dhe çdo të mirë në jetën e tyre. Allahu qoftë razim. Falenderoj sinqerisht gjithë. Amin. Profesor, ju falenderoj edhe unë në emër të stafit, sigurisht për kohën tuaj që ndonë për Allah ju rujtë shtylla kryesore dhe dej. Këtu lokomotiva kryesore, Allah ju falenderoj. Shumë falenderit profesor, jeni i nderuar edhe gjithmonë me kënaqësi realizojmë këto emisione. Shpresoj që deri në emisionin e ardhshëm do të keni shëndetin të mirë, të qëndrueshëm e Zoti ju rujt për gjithë këtë kontribut që po e bëni. Amen. Natën e mirë. Natën e mirë, gjithë të mirat. Të dashur miq të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, ishim në transmetim të drejt për drejt në emisionin Jeta me Kur'an së bashku me imamin e nderuar profesor doktor Hafez Hajredin Hoxha, i cili ishte bashkë me ne në këtë transmetim, ndërsa unë në emër të stafit të radios Dituria Islame, në emër të gjithë ekipës që u përkujdes për realizimin e këtij programi dhe programeve të tjera, ju falenderoj për kontributin tuaj, ju falenderoj për kohën tuaj që ndat me ne në këtë program të sonte të drejt për drejt. Ju ftoj të na ndiqni edhe në emisione të tjera. Njëkohësisht do të kisha një lutje për gjithë ju që e dëgjuat dhe do ta dëgjoni këtë emision dhe emisione të tjera. T'i bëni subscribe kanalit ton Programi Natës në YouTube. Njëkohësisht edhe t'i bëni like faqes Radio Dituria Islame. Arsyeja është që të jeni të informuar në kohë reale, në kohë të drejt për emisionet të cilat i realizojmë në radion Dituria Islame. Prandaj, për të marrë informacionin në kohë reale, në kohë të drejt për fillimin e emisioneve, do t'ju lutja që t'i bëni subscribe kanalit ton në YouTube Programi Natës ose faqes son zyrtare Radio Dituria Islame në Facebook, fanpage-it ose faqes së fansave, siç quhet, nëse do ta përkthenim në shqip. Ju përshëndes të gjithëve, ju falenderoj për kohën dhe angazhimin tuaj në këtë program. Deri në takimin tonë të radhës, besni në mëshirën e të Madhit Zot. Natën e mirë.